Zbulohet burri i Klodiana Lalës. Në një zhvillim që ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut shqiptar, është zbuluar së fundmi identiteti i burrit të Klodiana Lalës, gazetares së njohur investigative. Ky zbulim ka ardhur pas shumë vitesh, spekulimesh dhe kuriozitetit të vazhdueshëm nga ana e publikut për jetën personale të gazetares së respektuar. Sipas informacioneve të fundit, bashkëshorti i Klodiana Lalës është një shqiptar që jeton dhe punon në Angli. Edhe pse emri i tij specifik nuk është bërë publik, burimet e afërta me çiftin konfirmojnë se ai është disa vite më i madh se Klodiana dhe ka një karrierë të suksesshme në fushën e arkitekturës. Fakti që burri i Klodianës është një profesionist i suksesshëm në arkitekturë dhe me një gjendje të mirë financiare ka ngjallur interes të madh. Ky zbulim ofron një pamje interesante të jetës private të gazetares, e cila ka qenë gjithmonë shumë diskrete për çështjet e saj personale. Ekspertët e medias dhe sociologët kanë komentuar mbi rëndësinë e ruajtjes së privatësisë në jetën e personazheve publike. Elona Dhembo, sociologja e njohur, shprehet: "Është e kuptueshme kurioziteti i publikut për jetën private të figurave publike si Klodiana Lala. Megjithatë, është thelbësore të respektojmë kufijtë e privatësisë dhe të fokusohemi më shumë në kontributin profesional të këtyre individëve." Kolegët e Klodiana Lalës në media kanë shprehur mbështetjen e tyre për gazetaren dhe respektin për vendimin e saj për të mbajtur privat detajet e jetës personale. Ata theksojnë se fokusi duhet të mbetet te puna e saj profesionale dhe kontributi i rëndësishëm në gazetarinë investigative në Shqipëri. Fakti që bashkëshorti i Klodianës jeton në Angli ka ngjallur diskutime rreth sfidave të një marrëdhënie në distancë. Psikologët e specializuar në marrëdhënie çiftesh komentojnë se pavarësisht vështirësive, marrëdhëniet në distancë mund të jenë të suksesshme kur ka komunikim të mirë dhe besim të ndërsjellët. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.